për të kolauduar gjithë planin e mbështetjes për këtë vit. Ministri i Financave foli me shifrat konkrete që janë, besoj unë, domethënëse. Por unë dua të fokusohem në një aspekt tjetër që ka të bëjë me mundësitë e pashfrytzuara, pasi ne i mësuar që t'i referohemi buxhetit shtetit, por buxheti shtetit tani më është vetëm njëri nga komponentët e zinxhirit të financimeve të bujqësisë. Dhe natyrisht që buxheti i shtetit është më i thjeshti, sepse përcaktohet nga qeveria, meritohet nga parlamenti, edhe vjen tek bujku apo tek fermerët me një kanal të drejt për drejt që është aplikimi përkatës. Ndërkohë që komponentët e tjerë janë pak më të vështirë në thonjza, por janë komponentë që do të bëhen gjithmonë më të pranishëm dhe që duhet të gjithë të përpiqen të mësojnë dhe të aftësohen për t'i shfrytzuar. Unë mund t'ju them me plot gojën që sot në vendin tonë çështja e financimit të projekteve që secili ka dhe të punëve që secili do të bëjë nuk është problem në aspektin financiar, në aspektin e parave, sepse parat janë. Por ajo që është problem është mungesa e informacionit dhe mungesa e përgatitjes për t'i thithur ato para. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për atë që lidhet me Bashkimin Evropian. Ne do kemi gjithmonë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian. Por fondet nga Bashkimi Evropian lidhen drejt për drejt me sa të aftë jemi ne që t'i thithim. Sa të aftë dhe të përgatitur janë sektorët që t'i thithin. Sa i aftë dhe i përgatitur është një sipërmarrës që t'i thithi. Dhe për këtë duhen disa gjëra jo shumë të ngatruara, por disa gjëra që nuk mund shmangen, që lidhen me një dosje e cila duhet të ketë brenda një projekt dhe argumentat që ky projekt vlen dhe ky projekt duhet financuar. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës së Shqipërisë në bankat e nivelit 2, ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti. Dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit 2 kur shkohet jashtë sa garancia. Sa është shfrytzuar ju garanci? Shumë pak. Pse? Se ju s'keni nevojë? Jo. Se ju keni nevojë, por sepse për ta shfrytzuar këtë garanci duhet një përgatitje. Një përgatitje e një dosje për të drejtuar bankës dhe për të thënë ja çfarë kam unë plan të bëj, ja pse kjo që unë do bëj sjell fitim dhe ja të gjitha arsyet pse ju duhet më mbështesni. Në këtë aspekt ka një mangësi
që ende ne nuk po e adresojmë dot si duhet, që është pushteti vendor. Nuk di konkretisht Bashkinë e Divjakës, por kryetarët e bashkive dhe bashkitë duhet të jenë shumë më aktive në bashkëpunimin me fermerët, me bujqit, për të adresuar këto financime. Nuk duhet të ketë asnjë problem. Nuk duhet të ketë asnjë problem në rast se duhet një komponent agropërpunimi në një zonë bujqësore. Për financimin. Në rast se duhet një komponent tjetër, grumbullimi, s'duhet ketë asnjë problem për financimin. Në rast se duhet një stall tjetër, në rast se duhet një mekanik tjetër, në rast se duhet një logjistik tjetër, s'duhet ketë asnjë problem. Pse? Sepse bashkitë dhe ju mund të krijoni nukle, struktura të përbashkëta, kompani të përbashkëta për të marrë këto financime. Janë aty financimet. Presim. Është shumë e thjeshtë të flasësh nga vendi e thuash prit njerëz se duhet na mbroni. Çfarë do të thonë kjo? Çfarë do të thonë? Unë besoj që shteti ka detyrë të qëndrojë pranë fshatit dhe këtij sektori dhe fermerëve dhe bujqëve më shumë se tjerëve, për të njëjtën arsye që shteti qëndron pranë edhe në të gjitha vendet e tjera, sepse është një sektor që ka atë brishësinë e vet. Dhe është një sektor që për të funksionuar si duhet të mbështetet. Patjetër nuk diskutohet, nuk e mohon njeri, nuk e diskuton njeri. Por nga ana tjetër, për të rritur dhe për të forcuar dhe për të bërë më të mëdhenj, ju duhet mendoni si të mëdhenj. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që këtu ka shembuj se nuk kemi më 10 vjet përpara që flistim edhe duke sikur flistim në erë. Sot këtu në këtë territor ka shembuj konkret suksesi. Ka ndërmarrje bujqësore të suksesshme që mjafton ti shohësh se si funksionojnë për të kuptuar se çfarë do të bërë. Nuk funksionon qëndrimi vetëm. Nuk funksionon. Po ti jesh vetëm dhe të qëndrosh atje me atë ngastrën tënde dhe të luftosh atje me veten, mund shkosh deri në pikën që të mbijetosh, po nuk shkon dot në pikën që të krijosh fitim dhe të rritesh. Po të bashkohesh me tjetrin në krah, me tjetrin atje, atëherë ndryshon puna. Dhe këtu nuk flasim fare për bashkimin si dikur, flasim për bashkimin në interes, që do thot prodhimi se cili e bën vet. Por ama ka një koordinim me tjerët se çfarë do prodhojmë, si do prodhojmë, në mënyrë që kur shesim të jemi bashkë dhe të kemi volum të madh, dhe të bëjmë sukses. Dhe atë volum e madh të mund ta grumbullojmë, ta konservojmë për kohën kur duhet ta nxjerrim në treg, ta përpunojmë, mos çojmë më vetëm gjithë këto produkte të freskëta, ti marrim siç janë nga fusha, ti çojmë në Europë, por një pjesë të tyre ta përpunojmë këtu, të prodhojmë, të nxjerrim në produkte këtu, të krijojmë vlerë të shtuar këtu. Për tregun vendas, edhe për tregun e huaj. Siç ndodh me vajin e ullirit, duhet ndodhi edhe me të tjerat. Dhe këtu natyrisht që duhen financime dhe financimet janë. Nuk kemi arritur në pikë që themi o se u ndërtuan shumë pika agropërpunimi, po mbi prodhohet salcë, domatesh shqiptare dhe s'kemi më mundësi që të financojmë fabrikat tjera. Nuk e kemi arritur këtë pikë. Kemi një numër qesharak
fabrikash që përpunojnë prodhimet tona bujqësore. Kjo është e papranueshme. Dhe në rast se ata që kanë ambicie për të rritur ekonomikisht më shumë duan të rriten me shpejtësi, duhet të agropërpunojnë. Shumë e thjeshtë. Jo thjesht të prodhojnë atje dhe të jenë në mëshirën rashiu, s'rashiu, erdhi breshri, s'erdhi breshri, erdhi uji, s'erdhi uji. Historia e planetit ka ndryshuar. Po shikoja dje çfarë ka bërë uji në jugun e Italisë, ishte të mërshme. Rënë rrugët, qarë kodrat dhe një qytet i tërë atje tani janë mbledhur dhe s'di çfarë i bëjnë se po bie. Kjo është historia e ndryshimeve klimatike etj. Dhe ne nuk bëjmë përjashtim nga kjo. Pavarësisht se ne jemi tipa të çuditshëm, kur e shohim përmbytjen në Itali, e shohim në Greqi, e shohim në Malzi, e shohim në Maqedoni, kudo na duket diçka që e sjell natyra. Kur e shohim këtu na duket diçka që e sjell qeveria. Por nga ana tjetër, nuk ja dalim dot me sukses edhe hapjes me Bashkimin Evropian. Hapja me Bashkimin Evropian kërkon që sot fillojnë përgatitjet për të kuptuar se çfarë ndodh nesër. Dhe ajo që ndodh nesër është kjo. Në rast se nuk plotësohen kriteret e sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian, ndalon shitja këtu. Pra nuk shetet as këtu. Jo më të shkosh atje. Sepse je pjesë e tregut Bashkimit Evropian. Natyrisht që kjo vjen mbas një periudhe 15 vjeçare, sepse në rast se ne do na duan edhe 5 vjet që përfundimisht jemi brenda në Bashkimin Evropian, në rast se çdo gjë shkon mirë, në 2030-ën, në 2040-ën fillon kjo, po 15 vjet kalojnë shumë shpejt, më pyesni mua. Edhe Dimon. Sa shpejt kalojnë 15 vjet? Ja këtu jemi. Kështu që mua më vjen mirë dhe nuk e diskutoj fare që edhe nga këto digjesa, çfarë kemi ne në dorë, si qeveri, në pikpamje të buxhetit, të mbështetjes, etj, edhe për sa i përket infrastrukturës që ka të bëjë me ujitjen, që ka të bëjë me kullimin, sidomos që ka të bëjë me mbrojtjen,